Aidon Rafti, Thanas Koç, Thimio Masho dhe Vangel Mitro u larguan nga jeta në lulet të rinis, pasi u vranë në kufi 35 vjet më parë, në 12 dhjetor 1990, duke tentuar të shkojnë në një nga vendet e Evropës së Lirë, pikërisht në Greqi. Në fshatin Aliko të Bashkisë Finiq u zhvillua aktivitet përkujtimor kushtuar 4 martirëve të demokracisë. Aktiviteti kushtuar 4 martirëve të demokracisë filloi me meshën përkujtimore në kishën e shenjtores Varvara, ndërsa pas meshës të gjithë të pranishëm do të zhvendosen në qendrën e fshatit, në sheshin Qipro, pranë monumentit kushtuar 4 djemve që dhanë jetën për liri. Kryetari i Bashkisë Finiq, zoti Romeo Çakuli dhe bashkëpunëtorët e tij organizuan aktivitetin përkujtimor ku të pranishëm ishin familjarë dhe të afërmit të martirëve të demokracisë. Konsulli i përgjithshëm i Greqisë në Gjirokastër, zoti Sokratis Urvinos, përfaqësues të forcave politike dhe drejtues të institucioneve shtetërore. Gazetari dhe shkrimtari Vangel Papakristo kujton revoltën popullore të banorëve të Vurgut menjëherë pas vrasjes mizore të djemve të tyre. Na tha për shembull se u vranë disa të rinj në kufi. Edhe kur vam në Saran nuk na likët qarkullonin brenda se thoshin që do vinë nga Alikua gjithë alikotët edhe nga fshatet kështu për të djegur Sarandën, deri atje kishte vajtur se thosh nami. Po në fakt ata donin që të bënin një demonstratë paqësore, në mënyrë që të thoshin që fëmijët ose djemtë të tyre i vranë në kufi në mund patërtësisht. Se ata mund t'i ndalonin, ose mund t'i qellonin në këmbë, ose mund t'i thoshin që të ktheshin përsëri dhe jo t'i vrisin për së gjalli. Në përshëndetjen e tij, përfaqësuesi diplomatik i Greqisë në Gjirokastër përmendi 3 pika kryesore që lidhen me këtë ngjarje historike. Roli i martirëve të demokracisë si shembull i sakrificës kërkon nga brezi i ri të ndjek vlerat e lirisë, sidomos kur kujton revoltën popullore të banorëve, si sot 35 vite më parë, ndërsa e tashmja dhe e ardhmja do të jetë më e garantuar, pasi të vazhdojmë reformat në Shqipëri, duke ndjekur rrugëtimin drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Natyrisht, 12 dhjetori është një datë që ka lënë presa tek intelektualët e zonës. Ndihem i krenar dhe për këta djem që janë jo vetëm këta 4 dëshmorët e Alikos, por janë më mira në gjithë Shqipërinë dhe sidomos në zonën e minoritetit, të cilët në ato vite të vështira kanë hapur kufijt, kanë rrëzuar diktaturën komuniste dhe mundi i tyre, sakrifica e tyre që bën për të hapur kufijt, na dha neve atë lirinë, na dha atë që donim, që kërkonim, të jetonim me dinjitet në trevat tona. Pas recitimeve nga nxënësit e shkollave të Mesopotamit dhe të Dermishit, të pranishmit vendosën kurora me lule në memorialin kushtuar 4 martirëve të demokracisë, të cilët u shpallën me dekret presidencial në mars të vitit 1993.